Ndeshja e radhës e Shqipërisë në kualifikueset e Botrorit 2026 do të jetë në transfert ndaj Letonisë, një duel interesant i cili do të gjykohet nga një ekip arbitrazh turq. Ai që është caktuar për të drejtuar sfidën është një emër shumë i njohur në arenën ndërkombëtare, por për arsyeën më të gabuar të mundshme. Bëhet fjalë për Halil Ümit Meler, gjyqtarin turk i cili në dhjetorin e vitit 2023 u bë viktimë e dhunës ndaj tij nga presidenti i klubit të Ankara-Gücü, Faruk Koça. Ky i fundit u fut në fushë dhe goditi me grusht në fytyrë gjyqtarin në fund të ndeshjes së Superligës turke ndaj Rizesporit, ndërsa persona të tjerë të klubit të Ankara-Gücü e shkelmuan ndërsa ishte i shtrirë në tokë. Meler përfundoi me fraktura në spital. Presidenti i klubit ta tërheqën dhe përfundoi pas hekurave, ndërsa kampionati u ndërprej një javë në shenjë proteste ndaj kësaj ngjarjeje të rëndë. Asistentët e tij në duelin Letoni-Shqipëri do të jenë Kerem Ersoj dhe Ibrahim Çaglar Uyarçan, ndërsa gjyqtari i katërt është caktuar Oguzhan Çakir, ndërkohë përgjegjës për varin do të jenë dy gjermanët Harm Osmers dhe Daniel Schlager. Ajo që bie në sy gjithashtu është se vëshkuesi i gjyqtarëve për këtë sfidë do të jetë italiani Gianluca Rocchi.